Për të nëntën herë, opozita proteston përpara Bashkisë së Tiranës. Edhe në këtë protest nuk mungoi hedhja e molotovit nga protestuesit, teksa u kërkua dorëheqja e kryebashkiakut Erion Veliaj. Në këtë protest, protestuesit shpresojnë aksionin e tyre teksa kërkojnë dorëheqjen e kryebashkiakut socialist Erion Veliaj, duke hedhur një sasi të konsiderueshme molotovi. Punojësit e policisë së shtetit kishin marrë të gjitha masat për të siguruar mbarvajtjen e protestës dhe duke tentuar të shuajnë çdo molotov të hedhur nga protestuesit. Një prej molotovëve të hedhur gati rrezikoi operatorët, të cilët po filmonin protestën, pasi në tentativë për ta hedhur drejt bashkisë, goditi një shtyll dhe u ndal përpara këmbëve të punojësve të medias. Belin Këlliçi deklaroi se kjo protestë do të përfundojë me dorëheqjen e Veliajt apo arrestimin e tij nga SPAK. Unë i jap fjalën gjithë qytetarëve të Tiranës. Ne këtë betejë do ta çojmë deri në fund. Erion Veliajt ne nuk i ndalemi këmbë këmbës, sepse kjo nuk është një betejë personale. Është një betejë kundër një modeli të tmerrshëm vjedhje dhe zhvatje që ndodh çdo ditë në këto zyra. Dosja 5D e po ashtu edhe inceneratori që nuk ekziston, sipas Këlliçit janë prova të pakundërshtueshme, të cilat rëndojnë mbi Veliajin. Sa më shumë duhet të jetë Erion Veliaj, i nderuar Altin Dumani, që ju ta çoni para drejtësisë. Çfarë duhet bëjë më shumë opozita, se t'ju dërgojë me mira faqe dokumenta, prova, fakte të pakontestueshme të kësaj vjedhje, që ju të veproni. Çfarë duhet bëjë më shumë Partia Demokratike, sa t'ju ndihmojë çdo ditë me deklarata shtypi, me materiale autentike, t'ja u firmos, t'ja u sjell në zyrë, t'ja u bëj punën gati, që ju të ndërmerrni një akt kundër një banditi si Erion Veliaj. Në fund protestuesit lajmëruan protestën e radhës, që do të mbahet të martën e javës së ardhshme në orën 11 përpara Bashkisë së Tiranës.